Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një grua kosovare ka vdekur në spitalin e Gjakovës, ndërsa burri i saj ka raportuar në polici dyshimin se ndaj saj mund të jetë ushtruar trajtim i pandërgjegjshëm mjekësor. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rrethanat e vdekjes po hetohen nga autoritetet. Sipas raportit ditor të policisë, në të gjitha rajonet e vendit janë regjistruar disa raste me shkelje ligjore. Ndërkohë, Spitali i Gjakovës ka reaguar pas raportimeve në media për rastin e pacientës MR, e cila ka qenë në gjendje kome për më shumë se 3 vjet në kujdes intensiv qendror. Sipas komunikatës nga ky spital, pacientja është trajtuar vazhdimisht sipas protokolleve mjekësore dhe familjarët kanë pasur qasje të rregullt, pavarësisht rregullave të rrepta të repartit. Ata i kanë bërë thirrje Inspektoratit Shëndetësor, Policisë dhe Prokurorisë të trajtojnë rastin me seriozitet dhe të ndalojnë keqpërdorimin e rastit për interesa personale. Policia e Kosovës ka paralajmëruar qytetarët për qarkullimin e emailave të rrem që prezantohen si njoftime zyrtare të institucionit dhe agjencive vendore ndërkombëtare të sigurisë. Policia njofton se dokumentet e emërtuara thirrje gjyqësore nuk janë lëshuar nga asnjë zyrtar i saj dhe janë të falsifikuara. Policia ka nisur hetime intensive për të identifikuar autorët e kësaj vepre penale që u bën thirrje qytetarëve të mos bien pre mashtrimeve, ndërsa çdo email të dyshimt ta raportojnë në adresën zyrtare të policisë. Në varrezat e dëshmorëve të kombit u zhvillua ceremonia zyrtare omazheve me pjesëmarrjen e krerëve të shtetit, deputetëve dhe pasardhësve të veteranëve. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi sot shqiptarët me rastin e ditës së çlirimit, duke theksuar rëndësinë e vlerave të lirisë dhe sakrificës së dëshmorëve. Ceremonia përkujtoi 29 vjetorin ditën e çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike dhe mirënjohjes për jetën e dhënë për atë dheun. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin për hapjen e qendrave të votimit jashtë përfaqësive diplomatike. Sipas IKD-s, ligji për zgjedhjet nuk lejon hapësira shtesë dhe çdo shkelje rrezikon integritetin e procesit zgjedhor. IKD u bën thirrje autoriteteve që të ndalojnë këtë praktikë dhe të sigurojnë që votimi jashtë Kosovës të zhvillohet sipas rregullave ligjore, duke garantuar besueshmëri dhe transparencë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se periudha për ndrrimin e qendrës së votimit brenda komunës për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit vazhdon deri më 6 dhjetor. Qytetarët mund të kontrollojnë dhe të ndryshojnë qendrën e votimit përmes platformës online të KQZ-s ose duke paraqitur kërkesë në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve. Ndryshimi mund të bëhet vetëm brenda komunës së vendbanimit. Për të kaluar në një komunë tjetër duhet të përditësohet adresa zyrtare e vendbanimit. Vazhdojmë me lajme të tjera. Bashkimi Evropian ka njoftuar se me mbi 3.7 miliard euro të investuara në Kosovë që nga viti 1999 mbetet partneri më i madh financiar dhe më i besueshëm i vendit. Mbështetja e BE-s përfshin zhvillimin ekonomik, forcimin e sundimit të ligjit, përmirësimin e arsimit, shëndetësisë dhe infrastrukturës, si dhe projekte në mjedis, energji të qëndrueshme dhe në kulturë. Sipas misionit evropian, kjo ndihmë po sjell ndryshime konkrete në jetën e qytetarëve dhe po kontribon në një të ardhme më të ndritur për vendin. Bashkimi Evropian thekson se do të vazhdojë të qëndrojë krah Kosovës në çdo hap të përparimit.
Rektori i Universitetit të Prishtinës Arben Hajrullahu me bashkëpunëtor kanë zhvilluar vizitë zyrtare në Poloni të organizuar nga Ambasada e Kosovës në Varshavë. Delegacioni pati takime në disa universitete duke hapur mundësi të reja për mobilitete, projekte të përparshta dhe për programe ndërdisiplinore. Moment ky që vizitës ishte në nënshkrimi memorandumit të mirëkuptimit me Shkollën e Filmit të Locit, një nga më prestigjozet në Evropë. UP vlerësoi kontributin e ambasadorit Drilon Gashi për organizimin e kësaj vizite. Futbolli ynë ka marrë një lajm pozitiv nga UEFA, e cila ka njoftuar se Kosova është ngjitur për 2 pozita në ranglistë, duke u pozicionuar tashmë si e 35 në Evropë. Ky progres vjen edhe si rezultati i paraqitjeve të klubeve kosovare në Evropë gjatë viteve të fundit, e veçmas dritës si vjetë cilët kanë grumbulluar pikë të vlefshme dhe kanë forcuar koeficientin e kampionatit tonë. Me fitoren ndaj Shkëndijës së Tetovës të entën brëma në ndeshjen festive në Fadil Vokri në Prishtinë, drita ka bërë hap të madh drejt fazës nokaut në Ligën e Konferencës. Paraqitja e skuadrës nga Gjilani ka kontribuar njëherësh edhe në rritjen e futbollit kosovar në renditjen e UEFA-s. Ky progres vjen edhe si rezultat i paraqitjeve solide të klubeve kosovare në Evropë gjatë viteve të fundit, të cilat kanë grumbulluar pikë të vlefshme dhe kanë forcuar koeficientin e kampionatit tonë. Si rezultat i kësaj fitore, Kosova është ngritur për 2 pozicione dhe tani zë vendin e 35 në ranglistën e UEFA-s, duke vazhduar trendin pozitiv të rritjes së koeficientit të kampionatit tonë. Ky progres është dëshmi e punës së shkëlqyer të klubeve tona dhe e përkushtimit të vazhdueshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës për të ngritur nivelin e futbollit kosovar. Të vazhdojmë së bashku drejt arritjeve edhe më të mëdha, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Federatës së Futbollit të Kosovës. Me ritmin aktual të paraqitjeve pozitive, hapësira për të ngritur edhe më lart është reale. Çdo fitore e klubeve tona në Evropë afron Kosovën edhe më shumë me ligat e mesme të kontinentit, duke krijuar kushte më të mira për short më të favorshëm në të ardhmen. Administrata Trump ka ndaluar të gjitha vendimet për azil pas të shtënave me anë zjarri ndaj 2 ushtarakëve të gardës kombëtare në Washington DC, ka thënë drejtori i shërbimeve të shtetësisë dhe imigracionit të SBA-s. Drejtori i shërbimeve të shtetësisë dhe imigracionit të SBA-s, Joseph Edlow, tha se pauza do të jetë në fuqi derisa të sigurohemi që çdo i huaj të verifikohet dhe të kontrollohet në shkallën maksimale të mundshme. Kjo ndodhi disa orë pasi presidenti i SBA-s Donald Trump u zotua të ndalojë përgjithmonë migrimin nga të gjitha vendet e botës së tretë. Shumë vendime për imigracionin vijnë pas të shtënave të së mërkurës, të cilat lanë një ushtarë të vdekur dhe një tjetër në gjendje kritike, dhe për të cilat zyrtarët kanë akuzuar një shtetas afgan për kryerjen e tyre. Departamenti i Sigurisë Kombëtare i është thënë të mos miratoj, refuzoj ose mbyll kërkesat për azil që merr për të gjitha kombësitë sipas CBS News. Trump është përpjekur gjithashtu të miratoj deportime masive të migrantëve të paligjshëm, të ulë numrin vjetor të pranimeve të refugjatëve dhe të jap fund të drejtave automatike të shtetësisë që aktualisht zbatohen për shumë të lindur në territorin e SBA-s. Më pas, shërbimi i shtetësisë e imigracionit tha se do të rishqyrtonte kartat e gjelbra të lëshuara individëve që kishin migruar në SBA nga 19 vende. Agjencia ju referua një shpallje të qershorit që përfshinte Afganistanin, Kubën, Haitin, Iranin, Somalinë dhe Venezuelën. Trump më pas u zotua të përfundoj të gjitha përfitimet dhe subvencionet federale për jo qytetarët. Trump fajsoi refugjatët për shkaktimin e mosfunksionimit social në Amerikë, derisa agjencia e lajmeve Reuters raportoi se OKB-ja i ka kërkuar SBA-s të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare për azilkërkuesit. Zyrtarët thonë se më shumë se 600.000 njerëz në rajonin e Kievit në Ukrainë janë pa energji elektrike pas një sulmi rus gjatë natës. Bombardimi i fundit ndodhi ndërsa negociatorët ukrainas po përgatiteshin për bisedime me zyrtarët amerikanë këtë fundjavë. Ministria e Energjisë e Ukrainës tha se më shumë se 500.000 njerëz ishin në kryeqytet, ndërsa pjesa tjetër në rajonin përreth.
Rreth 36 raketa dhe gati 600 dronë u lëshuan në objektiva në gjithë Ukrainën deri të shtunën, thanë zyrtarët, duke vrarë të paktën 3 persona dhe duke plagosur 10 të tjerë. Rusia ka intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike ukrainase, ndërsa vendi po hyn në dimër pavarësisht përpjekjeve të udhëhequra nga SBA për të siguruar një marrëveshje paqe. Zyrtarët Ukrainas thanë se përveç infrastrukturës energjetike, disa ndërtesa banimi u goditën në sulmet e natës. Forcat ajrore të Ukrainës thanë se rrëzuan 558 dronë dhe 19 raketa. Kryeqyteti i Ukrainës është midis disa qyteteve që kanë vuajtur nga bombardimet e rregullt ajrore që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Shumë ukrainas gjithashtu kanë përjetuar ndërprerje të rregullta të energjisë, pasi Moska ka synuar infrastrukturën energjetike në dimrat e mëparshëm. Parashikohet që temperaturat të bjerë në -2 gradë Celsius të Kiev të dielën, ku temperaturat mesatare janë në 0 në dhjetor. Bombardimi i fundit ndodhi ndërsa negociatorët ukrainas po përgatiteshin për bisedime me zyrtarët amerikanë këtë fundjavë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po nxit të dyja palët të pranojnë një draft plan paqe, i cili fillimisht anonte shumë në favor të Rusisë, por më pas u rishikua gjatë bisedimeve me ukrainasit dhe aleatët e tyre evropianë në Gjenevë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mirëpritur përpjekje diplomatike, duke theksuar nevojën e Kievit për të ruajtur sovranitetin dhe aftësinë e tij për të mbrojtur nga çdo sulm i ardhshëm. Të nderuar shikues, ndoshet lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.